qenë të çmen. Disa të tjerë që kam përjetu të njëjtin ferr si unë, mbase më njohin. Disa mund të menojnë se e kam trillu si histori. Flitet shumë për grupet satanike. Gjys pa baza. Unë kam dalë nga një grup që besonte në fuqinë e satanait, në rritet satanike. Unë jam një prej tyre. Dua sot t'rregoj një realitet që ka ndodhur, po edhe mund të ndodhë sërish. Nëse unë nuk flas, nëse ne nuk flasim, fëmijët dhe adoleshentët janë në rrezik të madh. Sepse ata janë fokusi i tyne, siç isha edhe unë për ta. Mund të nis të them përmendsh të gjitha rregullat dhe historitë dhe ritet. I mbaj mend gjitha, një për një, aq shumë më rrënjosën, në shpirt e në mendje. Isha një shpirt i humbur, ashtu më quajtën. Dhe ndoshta nuk kishin faj. Unë isha rritur në jetimore kur dola, andej 18 vjeç nuk dija ku të plasesha. Nisa punë tek këtu, në dyqane, në lokale, s'më mbani shumë se kisha nisur pija, jo vetëm alkool. Merja drogë, kisha zënë shoqëri të keqe, nuk dija asgjë tjetër nga jeta, veçse gjuhën e rrugës, jetën e rrugës, dhe cepat ku mblidheshim dhe bënim drogë. Isha 19 vjeç, e pa shpresë për jetën, për të ardhmen, humbe. Kisha humbur jo vetëm rrugën, po edhe dëshirën për jetën, për të punu, për të mësu. Dhe kjo ishte si ndarje me thikë, se sot, për shembull që kujtoj, unë në jetimore kam qenë shumë e rregullt. Asnjë fjalë keqe nga nënat atje. Lexoja shumë, po shumë fare. Dhe nuk e besoj as vetë se si përfundova ashtu. Nuk isha përgatitur dhe ndoshta isha një pre e lehtë për ata që rekrutonin fëmijë si unë. Në mes të katër rrugëve. Ata nuk ofronin një jetë më të mirë, siç mund të kenë besimet e tjera për shembull. Ata ofrojnë shpagim, hakmarrje, bërjen e magjive që të shkatërrosh dikë për të ngritur dikë tjetër, dhe për të ngritur veten. Dhe domosdoshmë shpirti i humbur si unë, apo edhe të tjerë, mund të ishin idealët. Unë kisha një shok, të dashur, edhe ai kishte marrë rrugë të keqe. Kishte qenë disa herë në burg dhe në fund betohej që kishte ndryshuar, që pasi ishte njohur me këtë grupin, që sipas të ndryshonin jetën. Aty nuk ishte të pasur apo të varfër, ishte vetëm miq të mirë, që jetonin për të ndihmuar njëri tjetrin. Ai më tregoi një ditë që fal miqësisë që të re që kishte patur, kishte njohur më shumë veten, kishte nisur të donte më shumë veten. Asgjë nuk është ndaluar, më tha. Është një botë e lirë në të cilën mund të jesh kushdo pa u gjyku. Dhe janë një familje kaq tia, asgjë më shumë. As emrin nuk më tha, edhe pse e ngacmoja, jo se kisha frikë se në atë kohë asgjë s'më friksonte, por e pyesja më shumë për kuriozitet. Ai kur nuk më tha që bëje fjalë për një grup satanikësh. Se di, nëse do kishte ndryshuar gjë, po të më thoshte, se unë nuk dija shumë, dija ato që dinë shumë njerëz që satanai është djalli, asgjë më shumë. Megjithatë i kërkova një natë më merrte me vete, ai u siguroi që unë do thoja po, pas çdo pyetje që do më bëni, sepse e kishin rreptësisht të ndaluar të çonin në mbledhje të tilla njerëz që s'kishin asnjë lidhje. Unë pranova dhe edhe më shumë sepse ishte ai. Isha me të dashurin tim që atë kohë ishte edhe shoku im më i mirë, pavarësisht gjërave që ai kishte kaluar në jetë, mua më donte dhe kujdese, me aq mundësi sa kishte. Në takim që shkuam, unë ndjeva shumë mirë,
Ai më mbylli sytë, nuk donte që unë si e re në grup ta shikoja ku më çonte. Ishte një mas sigurie, më tha, për ata që nuk na kuptojnë dhe duan që ne mos të ekzistojmë. Kur ndaluam më hapi sytë, ishte darkë, ishte një vend larg, e para e dija që ishte larg se ecëm goxha mbi 30 minuta, dhe e dyta ishte një zonë e shkretë si tip kodre dhe kishte një bunker, nga bunkerët që kishin mbetur nga koha të hershme besoj, edhe pse i ngjante më shumë një depoje, një tunel të vogël të mbyllur, nuk jam shumë e sigurt se ta po shkruaj, por më shumë më ngjante si bunker. Nga aty brenda vinte dritë. Grupi ishte mbledhur dhe kishin ndezur zjarrin. U futa, i takova, dhe i dashuri më prezantoi jo vetëm si të dashurin e tij, por edhe si miken e grupit, më e reja e grupit. Vetëm kaq, u bëre pjesë e grupit direkt pastaj? Ja, u takova me ta, pjesë e grupit akoma jo, edhe unë kështu mendoja si ju se me që i dashuri më kishte marrë si njeriu e vet, automatikisht do bëhesha edhe unë pjesë, por nuk funksionon të kështu. Unë duhet të merrja aprovimin e tyre, pasi të kaloja disa teste, ose më saktë rituale. Ata duhet të ndjeni që unë isha e besuar dhe të më pranonin në gjirin e tyre. Edhe pse sot që e kujtoj ishte budallok, mashtrim. Ata luteshin të merrnin sa më shumë njerëz si të ndërtonin një ushtri dhe të bënin ato ritualet e tyre të ndyra. Por në momentin që unë shkova, ata e luajtën mirë rolin. Dhe unë ndjeva se duhet isha e denjë të hyja në atë grup. Meqense besoja, siç më kishte thënë dhe ai trushkali i dashurim, që njerëzit që zgjidhen janë të zgjedhur, jo kushdo mund të bëhet pjesë. E hëngra, edhe më keq akoma. E doja të isha pjesë, doja t'i përkisa një grupi, një familje, një shoqëri, e kaq që dëshpëruar isha. Sa që e hëngra, u bëra pjesë e grupit të satanikëve. Ata pasi u prezantuan një nga një, bën një rreth, ishim në total 6 vetë, 4 ata dhe unë me të dashurin, jo dhe një grup i madh. Po i dashuri më tha më vonë që ata ishin kryesorë që drejtonin të gjithë ushtarët e tjerë. Edhe ky mashtrim. Ata aq ishin, lajthaj. Aq sa për t'ju futur mikrobin në tru njerëzve. E kishin kapacitetin të formonin edhe një ushtri, po shiqur nuk ju zgjati shumë. U kapën shpejt. Çfarë riti ndoshe për të planuar me ata? Siç po thoja, ata bën një rreth, edhe i dashuri im u pozicionua dhe më mori dorën, që edhe unë ta ndiqja dhe të bëhesha pjesë e rrethit. Ata kishin hedhur ca pelerina në krah me kapuç, e hodhën në fytyrë dhe vetëm goja i lexoi. Vetëm unë isha pa pelerinë. Ata nisin një zër të recitonin ca vargje, unë me zimbaja të qeshur se më dukej si jo reale, si në ato filmat me sekte. Por shikoja që e kishin shumë seriozisht, e nuk doja të turpëroja të dashurin. Ata mërmërisnin, pastaj heshtën, hoqën duart dhe ndenjën ashtu me kokë poshtë për pak sekonda. Pastaj njëri nga ata shkoi te zjarri, më solli një gotë alumini e më kërkoi ta pija. Kjo është prova e parë e pranimit të sakrificës, tha. E pash gotën lëngë si zi, më ndeva ishte verë, pash nga i dashuri, më konfirmoi me kokë, pije, e ktheva, ishte një qak, me zi e mbajta të vjellën. Pastaj ai që ishte dhe më i madh që shkëputën më bënte këtë rit, futi 2 gishtat në gotë dhe në fytyrë nisi dhe më bënte një shenjë. Më kishte bërë një yll të përmbysur me 5 cepe. Ai ishte simboli i kishës satanait. E kisha parë të dashurit në trup, ai kishte tatuazh, si edhe pjesa tjetër. Ata e quajnë ndryshe si fytyra e vogël e Zotit të tyre dhe përdoret shumë edhe në rastet e magjisë së zezë. Vetëm se në raste të tilla është i rrethuar nga 2 qarqa. Nëse e shihni diku kujdes, por jo vetëm ky simbol. Janë edhe disa, edhe ai një cjapi me 2 brirë, është djalli që ata adhurojnë. Të shenjtë kanë gjithashtu edhe numrin 666, që besoj e dinin që është numri djallit, ata e kishin kudo në trup. I dashurin kishte vetëm yllin e përmbysur. Thënia që e kishin të shenjtë dhe që kishin bërë edhe atë natë me mua që ma tha i dashur më vonë, ishte kjo. Satanai me mëshirën më të madhe lejon dhe jep njerëzimit të gjitha ata ashtu quajtura mëkate që çojnë personin në kënaqësinë fizike, intelektuale ose emocionale. Shtypja e instinkteve të dhunës dhe seksualitetit në çdo formë është e gabuar, e drejtë është lirimi i çdo dëshire. E mbaj mend akoma.
Pra, çdo gjë është e lejueshme. Kur e dëgjova e pranoj që më kapën pak të driturat. Çfarë do thoshte kjo? E tham se shumë shpejt edhe vetë, kur t'isha në mesin e tyre. Edhe arsyeja pse të rinjt joshen është pikërisht kjo. Ata janë të lirë në shturje të bëjnë ç'të duan me njëri tjetrin. Edhe një gjë tjetër që më kalli datën kishte të bënte me magjinë. Ata mendojnë se posedojnë disa magji, të cilat i ndajnë në magjinë e vogël dhe atë të madhe. Magjia e madhe është përgjegjëse për kontrollin, pra nëse do të kontrollosh diko, ta bësh të bëj gjërat që ti do, ndërsa magjia e vogël ka të bëjë me më shumë me intelektin dhe psikologjinë. Kur e pyeta të dashurin nëse mund të më bënte edhe mua magjinë e madhe, ajo turbua, më sulmoi duke më thënë që unë nuk besoja te grupi i tyre dhe se nuk kisha idejnë për ta. Por ishte një nga ato zënkat tona, unë vazhdoja të takohesha me ta zyrtarisht, edhe unë isha pjesë e grupit të tyre. Po si funksiononin? Çfarë gjëra shkërtonin të bëja? Atë natë që u interesova, le ta themi kështu, nuk ishte vetëm pirja e asaj gjë së shëmtuar. Ditën tjetër duhet të shkoja bashkë me ta në Varreza natën, të kapërceja një kryq në madhësinë e njeriut, pra një kryq të madhe të betohesha të refuzoja çdo besim në Krisht. Kjo puna e Varrezës më trembi pak, po i futa një dy viza dhe a dola. Më duk më shumë si argëtim, edhe pse tani që e kujtoj më ngrihen që me të përpjet. Edhe kryqin ata kishin një vend që sipas tyre i përmbushnin kriteret, kështu u bëra pjesë. Mblidheshim gati çdo ditë. Nuk është se ndodhi ndonjë gjë e madhe, ata thurnin planin si të bëheshin të pasur, si të sundonin botën, që deri këtu më ngjanin si histori filmash, nuk besova asnjëherë. Edhe pse ata ishin të verbër në këtë gjë. Kur një natë, i dashuri më tha se ishte nata që do ndodhte një eklips. Ata e kishin shumë të rëndësishme. Pjesë e rritit isha unë. Nuk e kuptova dhe si çdo herë thash hajt se do jetë në një lojë, si çdo natë. I dashuri siguroi që unë isha tap. Ai e dinte që unë, edhe pse isha njeri pa njeri, isha kokmushk. Shkuam të vendi ynë, ata prisin aty, ishi bërë gati dhe kur unë do shkoja të merrja pelerinën, i dashuri më tha jo. Më tregoi një tavolinë metalike që kishin vënë në mes të asaj skëqes dhe më kërkoi që të shtriesha aty. Unë pranova, nuk është se e kuptoja shumë ç'do bëja. Ai më ndaloi dhe më tha, pa rroba. Pa rroba, edhe përpjet. Sa do të tap t'isha, si mund të rria lëkuriq para atyre. Aty bëra pak rezistencë, ata u ofruan të gjithë, të friksova dhe pranova. U shtriva siç më thanë, pa gjë fare, nutën. Ata vinin rreth meje si ujqër. Unë isha vetmja vajzë mes tyre. Në ato momente më duk vetja si preja e tyre, sikur isha ushqim i darkës. I dashuri ishte tjetërsuar komplet. Ata vinin rreth meje dhe unë i flisi atij, hej, mjaft, të çohemi tani. Njëri prej tyre u ofrua, donte të më bënte tatuar simbolin e tyre, fillova të qaja, ata ndaluan. Thash se shpëtova. Kur e pash njërin prej tyre që hoqi pelerinën, mori konfirmimin e të tjerëve, ata aprovuan me kokë. Nuk e dija ç'po ndodhte. Ai pas pelerinës nisi të zbërthante pantallonat. Bëra të çohesha. Aty e kuptova qëllimin që kishin. Nuk u çova dot se ata më mbanin kombeduar. Unë vetëm u lëria. Duke sikur aty isha ardhur në vete, më kaluan para syve të gjitha vendimet që isha marrë në jetë qaja, u lëria, lutesha mos, por më kot. Ai që erdhi i pari, Mesia i djallit e quanin, mbaroi punë. Ndërkohë që i dashuri me të tjerë dhe vazhdonin të më mbanin. Ata vazhduan me radhë, i dashurin pasi po ju e bëja më të vështirë më tha. Mos bëj shumë shumë, duro vetëm kaq, nëse nuk do të bëhesh sakrifica jonë. Aty po ta frik për jetën. Dhe në ato momente gjithçka mendoja ishte se si të dilja nga aty. Po me ata t'jem të fortë fizikisht, nëse nuk ju bindesha, nuk do t'i vjej gjallë, nuk bëra mëse. U shtira sikur po fillonte të më pëlqente. Ata e hëngrën. Mbaruan dhe nisën të më shpjegonin se ishte një ritual që do na jepte fuqi dhe pjellori për të qenë më shumë në numër. Ajo sipas tyre ishte koha perfekte. Kishin këto matje të çmendura me eklipse, ekuinokse, hëna e plot, hëna e re, asnjëherë nuk i kuptova. Pas asaj nate ikëm në shtëpi. Unë jetoja me dashurin tim. Ai më kërkoi të pinim, bëra gjëra sikur mora dhe unë bashkë me ta. Kur ai ishte në gjumin e 7, unë e mbatha. Shkova në komisariatin më të afërt dhe ju tregova gjithçka. Në fillim nuk më besuan. Tash i beson këto historitë me satanik.
Mendojnë se atë rrëdhime. Por pastaj kur ju tregova për dhunimin, shenjat që kishin lënë në vareza, ju tregova shikoni, aty e besuan dhe të gjithë morën atë që meritonin. Ti the që i dashurit të thamë mos të bëhesh ti sakrificë. Çfarë do thotë kjo? Për çfarë lloj sakrifice kishte fjalën? Po, në thelb të grupit është sakrifica për satanajin. Duke bërë sakrificë për ta, ti merr aprovimin e tij dhe duke marrë aprovimin e tij, ti mund të arrish gjithçka, të sundosh botën, të bësh që njerëzit të besojnë atë që ti do. Edhe magjia e madhe dhe e vogël që e shpjegova, është sipas tyre një manual që satanai ju ka dhënë të gjallëve për të përmbushur misionin e tij. Edhe gjaku që piva atë natën e parë, ishte një sakrificë. Shëqyr Zotit nuk ishte njeri. Nuk e di nëse ata kanë bërë ndonjë krim, por kur arrestuan nuk ishte asnjë akuzë për vrasje. Por nëse do vazhdonin gjatë edhe mund të kishte aq të verbuar, aq të marrosur për satanajin sa ishin ata. Kishin shkuar deri te therrja e kafshëve të ndryshme. Shkonin, i vidhnin nëse ishin bakti apo maca, se me qenë dhe kishin pak vështirë se nuk i merrin dot, vetëm nisi i helmonin para. Por satanai kishte të qarta rregulla, duhet ishte gjë e gjallë që të sakrifikohej për të. E shpesh sakrifikonin një kafshë dhe pinin gjakun. Dhe në trupat e tyre bënin simbole të ndryshme për të quajtur tamam sakrificë. Ndërsa për shturjen për natën që mua më përdhënuan si pa të keq e kanë edhe këtë në natyrën e tyre. E shtrin diko nudo, e nisin me predikimin e simboleve satanike, me yjet pentagram përmbys, mbajnë shumë qirin të zi, kryqe kokëposhtë e shumë të tjera. Nëse nuk kanë një femër në grup, siç ishte rasti im, para se të shkoja unë, këto rituale i bënin në vareza. Si tip magjie, nuk e di, por ata thonin që nga të vdekurit merrnin fuqi. Po, çfarë ndodhi më pas? Të kanë përfënuar më vonë? Ata kishin thënë që ishte e gjitha pjellë e imagjinatës time, se isha një e droguar pa familje dhe doja t'u bëja shantazh. Ka një të vërtetë tek pjesa e familjes dhe drogës, në atë kohë isha shumë e varur. Dhe kisha frikë se mos policët e besonin, sepse më bën analiza dhe dola që kisha varësi. Po, faleminderit Zot, ata nuk e hodhën. Më vinin sinjale nga burgu, por nuk u tromba asnjëherë. Ata ishin vetëm ca të çmendur që meritonin të ishin në burg. Frika më e madhe është se si ata mund të kenë të tjerë. Kam dëgjuar për historinë e një vajze që janë gjetur në trup shenja satanike. Nuk e di nëse kanë qenë pasardhësit e tyre ose nëse ka qenë rastësi apo lajm për klikime, se di, por kur e lexova u tromba shumë. Nëse unë nuk do t'isha larguar nga ata, ndoshta emri im do t'ishte në lajme. Sakrificat janë gjërat kryesore, nëse ata që njihja unë e bënin me kafshë, mund të ketë të tjerë, edhe më të verbuar që mund ta bëjnë. Se di, po aludojta, nuk dua të friksoj njëri. Doja vetëm t'rregoja këtë histori për guximin që kanë njerëzit, për fantazma në cilat besojnë dhe janë gjithmonë të pashpresët, ata që janë trajtuar keq në shoqëri. Ata janë më të preferuar për t'u marrë nga këto grupe. Shpresoj shumë që ata kenë qenë të fundi, se di, e uroj me zemër. Unë sot ndryshe nga shumë njerëz që duan të harrojnë gjërat e këqija në jetën e tyre, unë nuk dua të harroj. Sot kam gjetur besimin në Jezu Krisht. Jam kthyer në besimtare të rregullt. Ama historia që kam patur më shërben si mësim, se ku mund të përfundoj një shpirt i humbur nëse humbet rrugën për të Zotit.